Kjo tema eksporteve të tema eksporteve të unë të bëra një pyetje, çfarë han shqiptarët? Se shqiptarët një vend bujqësor duhet han nga Greqia, nga Italia, pse? Absolutisht han. Shqiptarët do han ato prodhime që do ketë në Truez. Ka prodhime vendi, ka prodhime import. Të kujt janë prodhimet e Truezës? Një njeriu i kujt janë morzotëri prodhimet e Truezës? 100 milion euro janë mish Brazili. O ndriçim, të lutem. Ke blektoria. Prodhimet e Truezës shqiptare. Ku janë? Kujt janë? Ku prodhohen? Po nuk e pra se 8% e ushqimeve importohen. Mu përgjigj se pyetja është kështu. Ju më janë prodhohet edhe këtu prodhohet. 80% e ushqimeve importohen. Zotëria shumë mirë që ke kompani në Shqipëri që kanë mbi 3.000. Raporti eksport-import, raporti eksport-import është 4-1. Kushta? Në favor të importeve. Në bujqësi jo. Po në bujqësi është se 8% ushqimeve importon. Së është pra, si që ka jo? Profesor. Ajo toka që theti, 620.000 hektar, Po. 200.000 hektar tokë janë tokë e ujitshme. Kujtim? Në ujë. Po dhe kjo tokë që është në ujë nuk i ka kanalet pulluese dhe ujitshme. I ka të dëmtuara, i ka të shkatruara. Profesor, kujtime. Se shqiptarët nuk kanë atë që i kalon 400.000 hektar tokë është e pa ujitshme. Enrico, të lutem. Është tokë malore, kodrinore. Profesor, kujtimi, të lutem. Mbaroj koha për të ndryqim. Profesor, kujtime. Mire e mbajtë të dy tani e kujtimi. Çështja është, u thanë ca shifra. Kush ja u mohoi shqiptarëve atë që i ka dhënë Zoti? Janë të vërteta ato që tha Enrico pranë fillim për numrat e baktive që ne trashëguam dhe në fakt i rritëm pas 90-s. Pastaj pësum krizën e firmave piramidale, u shitën baktit dhe u futën parat diku tjetër, patën një kolpo shumë të madhe dhe na u desh shumë punë pastaj për ta rimar veten rreth viteve 2005, pra do të filloj ta rrisnin prap lektorit. Dhe pastaj prap. Pastaj patëm një lëvizje të madhe demografike drejt qyteteve. Dhe me lëvizje demografike... Mos bëjmë histori tani. Jo, po bëjmë histori se të kapim themel. Iku fshatari nga fshati. Iku fshatari nga fshati. Dhe këti tash ke fermer apo blektor, po flas për blektor, nuk po flas për fermerët në bujqësi. Po kemi blektor të cilët janë moshe tret. Që s'mundet tot. Duke qenë moshe tret, ne kemi parë edhe trendin që baktit e imta po zvoglohen, sepse baktit e imta kërkojnë gjunjë, thot popull. Do i zmet. Do dalësh në mal. Profesor, po do ikim bashkë në Mokër, le di dhe studio e këtyre, dhe do shofsh djemë të rinj që kanë bi 300 krerë të imta në Mokër. E di, po janë raste shumë të limitume. Janë burë e gru. Ja, djali i me lo, po kjo s'jam me talon me Kambaroj presorit e njerë në debat me po flasim nivel kombëtar. Ta mbaroj argumentin dhe do të dëgjoj argumentin. Ta mbaroj linja logjike, duhet të ndërprit. Si ti thu vetëm moshet e treta? Po moshet e tretë është dominante. Flasim me statistika Mirfilli dhe unë jam marrë... Nëse di ku i ke marrë statistikët, se rektori jo të thot ndryshe. Nuk po flasë që thot rektori, po flasë që thot regjistri fermës. Dhe regjistri fermës është një regjistr... A i flet në emër të vetë, flet në emër të rektorit tani. Mos e intimidoj gjithaj profesor, po prit rektorin. Bashkët, rektori është një profesor.